Vlora është një ndër qytetet më të preferuara këtë fillim sezoni nga grupet shumëta ekskursionistësh që vinë nga qytete të ndryshme për të njohur me qytetin, historinë, por edhe për të qëndruar pranë Bregdetit. Një grup nxënësish në ekskursion kanë ardhur në Vlorë për të kaluar, siç thon edhe vet, një ditë ndryshe. Sipas nxënësve të shkollave, përgjatë vizitës së tyre në qytetin bregdetar, më të preferuar kanë detin, të cilin e cilësojnë të mrekullueshëm, ku plazhi mbetet për ta diçka që i tërheq. Shprehen se përgjatë ekskursionit të tyre në Vlorë po kënaqen shumë, teksa thonë se do të vinë sërish me pushime me familjet përgjatë sezonit të verës. Shumë bukur, plazhi. Jo, kam marrë disa herë tjera. Hera e parë, nga Tirana pa hera e parë këtu në Vlorë dhe mua më pëlqen ai deti i Jallit. Kur të vi vera. Jo, unë kam marrë dhe pushime para 2 vitesh edhe vi shpesh këtu në Vlorë. Po, edhe ne, më pëlqen shumë Vlorë, është shumë e bukur. Vlora vazhdon të jetë një nga qytetet më të pëlqyera për të vizituar e për të zhvilluar ekskursione për gjatë çdo sine të vitit, ku përveç vizitorëve nga i gjithë vendi, edhe shqiptarë nga Kosova vinë në grupe, duke udhëtuar me autobus për të kaluar ditët e tyre të veçanta në qytetin bregdetar.